Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Ai është figura që ndan botën më dysh. Për disa është hero, është frymëzimi i lirisë, ndërsa për të tjerët është simboli i dhunës dhe utopisë së humbur. Ernesto Che Guevara do të mbetet një nga emrat më të njohur dhe më të diskutuar të shekullit të 20. Mjek, udhëtar, revolucionar, ministër, por mbi të gjitha, njeriu që jetoi me parimin se idetë vlen më shumë dhe se jeta vet. Të dashur miq, në këtë intervistë hipotetike do të imagjinojmë Chen përballë nesh duke folur me zërin e tij. Duke shpjeguar mendimet proverbiale të cilat kalon pas. Pyetje të drejtë për drejta, përgjigje të shkurtra dhe do të pasqyrojnë figurën e tij komplekse. Një njeri që besoi se revolucioni bëhej me dije, dashuri dhe sakrificë. Mirëmbrëma Che Guevara, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Emri yt është Che apo jo? Jo, certifikata ime e lindjes më rendit si Ernesto Guevara ose Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Che është një pastirm argjentinase si thua shoku apo dud. E përdoreja shpesh sa kubanët ma ngjitën këtë nofk. Ju keni rënë jashtë Amerikës Latine apo? Po jam pjesërisht irlandez, surgjyshi im Patrik emigroi nga Irlanda në Argjentinë në shekullin e 18. Baba im shpesh thoshte se në venet e mia rrjedh gjak i rebelëve irlandez. Sa mirë, po përveç politikës, çfarë të ka pasionuar? Rugbia, shah dhe poezi.
kam luajtur Scrum Health për klubin San Isidro dhe botova dhe revistën Tackle. As ma më pengonte, por unë thosha e dua rugbyn dhe po të më vras. Jam i lumtur ta luaj, po ashtu e adhuroj edhe Shaun dhe mbaja gjithmonë libra me poezi nga Neruda, Vallejo, Guillain, por dhe Whitman Cates. Po si vendose të bëheni mjek? Për shkak të problemeve të mia shëndetësore, fillova mjekësi në Universitetin e Buenos Airesit dhe u diplomova në vitin 1953 me specializim në lebër. Pasi punova në Meksik, u bashkova Fidel dhe Raul Castro si mjek i revolucionit. Ernesto Che Guevara, po për jetën tuaj familjare, çfarë mund të na thoni? U martova fillimisht me Hilda Gadea, me të cilën pata vajzën Hilda Beatrice. Pas divorcit u martova sërish me Aleida March dhe patëm 4 fëmijë: Aleida, Camilo, Celia dhe Ernesto. Vajza ime Aleida më ka quajtur njëri që dinte të donte. Ajo beson se për të qenë revolucionar duhet të jesh romantik. Kështu mendoj edhe unë, duhet jesh shumë romantik, por idetë tua politike si janë formsuar? Nga 2 udhëtime të gjata në Amerikën e Jugut, pash varfëri dhe shfrytëzim masiv. Gjë që më shtiu të kërkoj ndryshim. Nga këto përvoja lindi libri Ditarët e motocikletës, që më vonë u bë film. Po kur keni filluar të shihni Shtetet e Bashkuara si fuqi imperialiste? Në vitin 1953, kur isha në Guatemala, presidenti Jacobo Arbenz shpërndau tokën për fshatarët, por kjo zemëroi United Fruit. Me mbështetjen e CIA-s, Arbenz u rrëzua. Pash nga afër se si interesat amerikane imponoheshin mbi popujt e tjerë dhe kjo më radikalizoi. Madje mora pjesë në një përpjekje të pasuksesshme për të rimarrë qytetin e Guatemalës. Çfarë roli kishte në ekonominë kubane pas revolucionit, që? U bëra presidenti i Bankës Kombëtare në vitin 1959. E përdora pozitën për të shkëputur Kubën nga varësia ndaj sheqerit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke hapur tregti me Bashkimin Sovjetik, kartmonedhat i firmosja thjesht që. Më pas u bëra dhe ministër i industrisë. E si ndikuat në arsimin në Kubë? Në vitin 1961 shpallëm vitin e arsimimit. Dërguam brigada shkrimleximi për të ndërtuar shkolla dhe trajnuar mësues në fshat. Shkalla e shkrimleximit u ngrit nga 77% në 96% dhe sot është pothuajse 99%. Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il
fiore del partigiano morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, oh mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Imazhi yt është kthyer në ikon globale. Si e lexoni, si e shikoni këtë fakt? Është fotografia e Guerrillo Heroico e vitit 1960 nga Alberto Korda. Është cilësuar fotografia më e famshme e të gjitha kohërave, e riprodhuar më shumë se çdo tjetër në histori. Nuk ishte e menduar për të qenë simbol, por u bë flamur për rezistencën. Shoku Che Guevara, nëse mund t'ju themi kështu, shpesh përmendeni se ju dhe shokët e tjerë janë frymëzuar nga Mao Tse-tung dhe përvoja kineze. Sa ndikim real pati kjo lëvizje tek Kuba, pra? Ne gjithmonë e kemi admiruar shokun Mao Tse-tung në front, në kohët më të vështira lexonim teorinë e tij për luftën guerrile. Shpesh u referoheshim si ushqim nga Kina. Nuk ishte kopim mekanik, por mësim i drejt për drejt mbi mënyrën se si një popull i shtypur mund të organizojë e të fitonte. Si erdhi ideja e fitores së revolucionit kubanez, çfarë ishte në të vendimtare? Fillimi ishte i vështirë. Shumë mendonin vetëm për një grush shteti, një rotacion pushteti pa vizion. Unë besoj se revolucioni nuk është vetëm ndryshim qeverie, duhet program, drejtim dhe mbi të gjitha lidhje me popullin. Në Sierra, maestra fshatarët e varfër na pranuan, sepse ne u dham diçka konkrete, tokën dhe drejtësi. Reforma agrare u bë maja dhe flamuri ynë, pa këtë nuk do të kishin fituar. Dhe më thuaj Che Guevara se ka ndikuar populli fshatar në ecurinë e luftës? Fshatarët ishin themeli. Ata na furnizuan, na mbajtën gjallë, na dhanë informata për armikun. Kur kishim uri, ata na çuan bakti. Kur duhej shkollë, ata vetë ndërtuan klasat e para, për herë të parë ndjejnë se dikush po mendonte për ta. Ky besim na dha forcën që armët tona nuk mund ta jepnin. Po pika më kritike e revolucionit, cila ishte Che Guevara? Vrasja e shokut Frank Pej. Populli i Santiagos doli në rrugë dhe shpërtheu greva. Dhe pse pa udhëheqjes të qartë, tregoi se pa klasën punëtore nuk mund të bëjë revolucioni. Më pas greva e përgjithshme e prillit 1958 dështoi, por mësuam një gjë të madhe. Revolucioni nuk mund të jetë i një klike, duhet të jetë i të gjithë popullit kuban. Po sot çfarë pengesash do të gjeni pas fitores? Pjesa më e vështirë është ndërtimi mbi rrënojet e një sistemi të kalbër. Ekonomia është monokulturore, e lidhur vetëm me kallamin e shoqërisë dhe Shtetet e Bashkuara. Thesari kombëtar ishte Bosch dhe Batista iku. Qerat janë ndër më të lartat në botë, racizmi ende ekziston, reforma e tokës është e domosdoshme,
por e vështirë për shkak të ligjeve mbi kombesimin e latifundistëve. Pra, revolucionin nuk u mbaroi më 1 janar 1959, ai sapo filloi. A besoni ju Che Guevara se Kuba e vogël mund të ketë rëndësi ndërkombëtare? Po sepse fitoria jon tregon që edhe një vend i vogël mund t'i kundërvihet një diktaturë të mbështetur nga fuqitë më dha. Shembulli ynë është më i fortë se çdo fjalim. Populli që të ngrihet dhe organizohet ka forcën më të madhe dhe kjo nuk kufizohet vetëm në Kubë. Che Guevara, ju keni thënë se detyra e parë e një revolucionari është të jetë i arsimuar. Çfarë do thotë kjo konkretisht për ju? Pa arsim nuk e armë për të kuptuar arsyet e padrejtisë ose për të formuluar një plan efektiv. Njohuria është themeli. Kush nuk kupton botën, nuk e ndryshon dot. Sakt, por gjithashtu kam dëgjuar prej jush se revolucioni nuk është një mollë që bie kur t'jetë pjekur. Ju duhet që ta bëni atë që të bie. Si do të ma shpjegoni këtë për ata që na dëgjojnë? Revolucioni nuk vjen vetë, nuk është fat, bëhet me vullnet, organizim dhe veprim konkret. Pretendimet dhe shpresat nuk mjaftojnë. Duhet aksion. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Nëse humbas, kjo s'do thotë se është e pamundur të fitojë. Çfarë burimi force është kjo për ju? Ju e keni thënë Che Guevara. Dështimi nuk flet për pamundësi. Tregon kufitë e saj, përpjekje të veçantë. Mësimet dhe dështimet janë instrumente për të rritur dhe për të provuar strategji të reja. Më mirë të vdesësh në këmbë se sa të jetosh i gjunjëzuar, apo jo? A është kjo thjesht një retorikë apo ju do ta konsideroni si një parim themelor? Patjetër që është parim. Liria dhe dinjiteti vlen më shumë se një jetë e nënshtruar. Mospranimi i poshtrimit është më i vlefshëm se jeta pa kufi për dinjitetin. Po, unë nuk jam çlirimtar. Çlirimtarët nuk ekzistojnë, nga që ata e çlirojnë vetëm veten e tyre. Çfarë mendoni për këtë? Nuk ka heroj që japin liri, vetëm duke dekretuar atë. Liria gjenerohet dhe mbahet nga pjesëmarrja kolektive e popullit. Unë jam thjesht një njeri që ndihmon ta nxjisë këtë pjesëmarrje. Che Guevara, kam dëgjuar prej jush në një intervistë, keni thënë nuk më intereson ose vritam, përderisa dikush tjetër do të marr armën time dhe do të vazhdoj të luftoj. A nuk është risk shumë i lartë e gjitha kjo? Lufta nuk është për individ. Nëse kauza është e drejtë, vlera ime personale është e parëndësishme. Rëndësi ka vijimësia e punës dhe se çfarë mbetet pas, me njerëz të tjerë që vazhdojnë. Para së gjithash, përpiquni çdo herë që të jeni në gjendje të ndjeni në thellësi çfarëdo padrejtësie, kundër kujdo, kudo në botë. Si kultivohet e gjitha kjo ndjeshmëri Che Guevara? Duke vëzhguar, duke lexuar, duke qenë pranë njerëzve që vuajnë. Të mësorit bashk me empatinë është baza. Pa ndjeshmëri nuk ka solidaritet. Po një revolucionar vërtet, a udhëhiqet nga ndjenjat e forta të dashurisë? Si lidhet lufta me dashurinë, nëse mund të ma përmbledhni? Dashuria për njerëzit dhe për lirinë është motivi më i fuqishëm. Lufta vetëm ideologjike pa dashuri i bëhet mekanike. Dashuria i jep drejtim dhe synim njerëzor veprimit revolucionar. Che Guevara, ju keni thënë se një vend, njerëzit e të cilit nuk din shkrim, lexim është mjaft i lehtë për t'u mashtruar. Çfarë përfundimi do të nxjerrim nga kjo thënie? Normalisht, arsimimi është mburoja kundër manipulimit. Njohëria bën qytetarin të pavarur e të pa edukuarin e bën të lehtë për t'u përdorur nga elitat ose jashtë fuqit. Ju keni thënë armikut që unë e di se jeni këtu për të më vrarë. Gjuaj frikacak. Ti vetëm do të vrasësh një njeri. Çfarë kuptimi ka gjitha kjo? Pas kësaj fjale, çfarë do të thotë kjo? Ajo është përplasja e fundit e bindjes. Vrasësi mund të marrë jetën time, por ai nuk merr kur idealin. Të thuash këto fjalë do të thotë të mos japësh armikut fuqi morale. Vrasja është e pavlefshme nëse vret vetëm trupin, jo kauzën. Faleminderit Che Guevara. Faleminderit ju. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda
seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Miki dashur, edhe me këtë intervistë hipotetike kemi përfunduar udhëtimin sot në botën dhe mendsinë e Ernesto Che Guevaras. Një njeri që nuk ishte thjesht revolucionar, por mjek, poet, udhëheqës, një figurë që ndoshta nuk pajtohemi me gjithçka që ka përfaqësuar, por na ka sfiduar të mendojmë mbi drejtësinë, guximin dhe përkushtimin ndaj idealeve. Ju falemnderit që ishit me ne dhe kujtoni se historitë nuk janë vetëm për të kujtuar të kaluarën, por për të frymëzuar të ardhmen. Nëse diçka nga biseda e sotme ju ka prekur, le ta përdorim për të pyetur, reflektuar dhe vepruar. Unë jam Almira dhe kjo ishte intervista hipotetike për sot. Do takohemi javën e ardhshme me histori të cilat sfidojnë mendjen dhe zemrën tuaj. Mirëdëgjofshim. Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një udhëtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.